Mirë se vini në edicionin e orës 15 të lajmëve. Në vazhdën e retorikës për formimin e institucioneve të reja, deputetja e PDK-s Arbnore Salihu i kundërpërgjigjet kryetarit televizjes Vetëvendosja Albin Kurti, i cili ditë më parë tha se partitë e ish opozitës nuk kanë vullnet për formimin e qeverisë. Deputetja Salihu thot se Kurti e ka obligim që në cilësinë e mandatarit ta krijojë shumicën parlamentare, por si pasaj shumica parlamentare nuk mund të arrihet pa një marrëveshje politike. Kurti ka akuzuar një farforme me partitë të tjera parlamentare shqiptare që po e vonojnë formimin e qeverisë duke kundërshtuar një bashkëpunim të mundshëm. Ai ka lënë të hapur një mundësi që deri të dielën të votojnë për qeverinë Kurti 3. Si i përgjigjen e këtyre akuzave? Ne dim që sipas Kushtetutës së Republikës Kosovës, e drejta i takon partisë fituese, partisë të parë, për me propozu kandidatin për kryeministër dhe për ta formuar qeverinë. Obligimi i vërtetë është që partia fituese, kandidati i propozuar, me gjetë shumicën në kuvend. Sepse pa shumicë nuk mund të formohet qeveria. Nëse Albin Kurti nuk mund ta gjejë shumicën në kuvend, prej 61 votash, atëherë ai nuk mund të fajsojë partitë e tjera për bllokim. Sepse faji është tek Albin Kurti. Por Albin Kurti duhet me mësu një herë mirë cila është edhe çka është demokracia parlamentare. Qeveria nuk formohet pa arrit një marrëveshje politike dhe pa e pas shumicën në kuvend. Por Albin Kurti, si duket, është mësu me u viktimizu dhe me i fajsu të tjerët, dhe në këtë formë ka ardhur pushtet faktikisht. Duke u viktimizu dhe besoj që do të përshëndetet me pushtetin në këtë formë. E thoni këtë sepse PDK-ja e ka qëndrimin e qartë se nuk bashkëpunon me zotin Kurti për formimin e një qeverie, do të thotë jeni të gatshëm për përfshirjen koalicion me të apo jo? Burim, Partia Demokratike e Kosovës dhe dua të jem me shkurt në këtë përgjigje, sepse Partia Demokratike e Kosovës prej fillimit ka qenë shumë e qartë në qëndrimin e saj dhe edhe kandidati jonë për kryeministër Bedri Hamza, me njëherë pas shpalljes së rezultateve, e ka bërë qëndrimin tonë të qartë, duke treguar se nuk ka asnjë bashkëpunim dhe marrëveshje mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe lëvizjes Vetëvendosje. Po sa i përket disa raportimeve se mund të ketë bisedat e fshehura me Vetëvendosjen, PDK-VV për mundësinë e një koalicioni, një qeverie, sa janë të vërteta këto? Këto nuk qëndrojnë dhe dua të kthehem prapë tek ajo që e thash. Qëndrimi jon ka qenë i qartë prej fillimit dhe vazhdon të mbetet i njëjtë. Sipas pikpamjes tuaj, do të ketë qeveri të dielën, qeveri të re apo jo? Mbetet me u pa, po nuk besoj që do të ketë. Nuk besoj që do të ketë qeveri. Deputeti njëherësh kryetari i Partisë Demokratike Turke Fikrim Damka konfirmoi për radio televizionin tonë se 2 deputetët e këtij komuniteti do të votojnë për qeverinë Kurti 3. Deputeti Damka pranon se ka pasur një takim me Kurtin, i cili në këmbim të votave do t'ja ofrojë postin e zëvendës kryeministrit në qeverinë e re. Mas zgjedhjeve parlamentare në mars e kemi pas një takim me zotin Kurtin për të krijimin e qeverisë Kurti 3. Edhe e kemi rënë dakord të krijojmë qeverinë, ashtu që nuk besoj që prej atë kohë është ndryshuar në esen, dhe vazhdojmë. Besojmë se nëse vjen ditën të votohet qeveria Kurti 3, na si 2 deputetë e komunitetit turk do të votojmë. Edhe sa më shpejt të krijohet qeveria sepse jemi shumë vonë. A keni ndonjë kusht apo keni ndonjë kërkesë për përfshirjen në koalicion? Nuk e kemi kusht, por jemi pjesa koalicionit. Në Kurtin 2 kemi marrë pjesë si ministër në qeverinë e Kurti 2, tash besojmë se edhe do të vazhdojmë edhe në qeverinë Kurtin 3. Pritni që të jeni ministër prapë, të keni poste përkatëse në qeverinë Kurti 3 nëse do të jetë? Do të kemi postin e zëvendës kryeministër në qeverinë Kurti 3, ashtu jemi rreth dakord. Deputeti i koalicionit Vakat, Rasim Demiri, konfirmon se do të votojnë për formimin e qeverisë Kurti 3. Në një përgjigje për radio televizionit 21, ai tha se nëse do të formohet qeveria e re nga Albin Kurti, do të posedojnë një post ministror.
Dërin tash, mas disa herë që jemi taku me kryeministrin, nuk kemi pas tash shpejt ftesën, por jemi në kontakt na edhe takimet ma herë që kemi pas me kryeministrin, na kemi konfirmu pjesëmarrjen edhe kemi konfirmu që ka me pas në mbështetje kryeministri prej koalicioni Vakat ose votën e Vakatit. Qashtu na kena me përkrah kryeministrin, kemi vendosur në kryesin e partisë që kena me përkrah Kurti 3. Sa vota i keni jo që do ta përkrahni? Na kemi veç një vot. Unë jam në deputeti i Kuvendit Kosovës, që kam kalu me këto zgjedhje, dhe si ma herë që kam thonë, do të kena me përkrah kryeministri. A ki ndonjë kërkesë specifike për përkrahje të qeverisë Kurti 3 përpara se të votoni? Nuk kemi pas normal që kemi kërkesat që kemi bisedu për kërkesat ose për realizimi do kërkesat që kemi, por në diçka si kusht nuk kemi, na nuk kemi pas kur, jo vesh me Kurtin, edhe me kryeministrat ma herë që kemi pas marrëveshje që kur kemi bo, na nuk kemi pas kusht, na kemi pas si kërkes, kemi do kërkesa, edhe shpresoj se nëse formohet qeveria Kurti 3, atëherë kena me pas mundësi ta realizojmë ato kërkesat që janë në dobishme me Komiteti Bosnjak. Mund të jetë njëra nga kërkesat përfshirja juaj në ndonjë post qeveritar nëse formohet qeveria Kurti 3? Edhe për postet nuk kemi biseduar konkretisht, po kemi shtu, hajtë me thonë, në takimet që kemi pas me kryeministrin, mundemi me llogarit si Vakatin që kanë me pas një post shumë rëndësishëm në qeverinë Kurti 3 nëse formohet, por na shpresoj se do të formohet në dilën qeveria Kurti 3. A mund ta dim se cili është posti i rëndësishëm që ju është ofruar? Po, Alan herët ta flasin për këtë post, por si pas bisedime që kemi pas me kryeministrin, se kemi pas disa takimet, tash shpresoj se Vakati ka me pas një pozicion, ose unë si deputet, që kena me pas një pozicion shumë rëndësishëm për neve. Bëhet fjalë për postin ministror, zavendës ministër, zavendës kryeministër? Për post ministror. Në vim ndjekim një fragment nga bisedat që kolegu Lorik Bakia zhvilloi me analistin Jeton Halimi në emisionin Horizonti mes ditës, i cili mes tjera shtot se Kurti e di fare mirë se çfarë vendimi do të nxjerrë gjykata kushtetuese për t'i hapur rrugë formimit të qeverisë së re. Hipotetike mundet me shty një mujdis qysh e ka shty edhe herave të kalume dhe besoj këtë zotë e Kurti është të e prit dhe besoj që e ka informatën e sakt dhe që më bjen mund nëse ka informatën e sakt më mle mu më në kuptu si jurist, besoj se edhe gjykata kushtetuese është e kapën edhe si shka thonë kjo e kanë kapat atjerët edhe kjo se po rrën një farë komoditet edhe nuk po lëviz dhe në momentin që nuk lëviz njeri dhe edhin gjitha i farë shpenzimi buxhetit 9 milionerë, nëse shkojmë një hipotetike në zgjedhje 9 milion për shtetin e Kosovës janë shumë lloja dhe faktikisht jeti në proces zgjedhor e keni balotazh që do të marrë muajin e ardhshëm e 9. Nëse i ndihmon LDK-ja në qeveri, BV-s nuk i veton PDK-ja as komunë Prishtinë as atje dhe mund bëhet lëmshë dhe këto këtë është astromëllare, unë mendoj. Njerë të kalon zgjedhjet komunale, atëherë shkohet në formim. Dhe jo rastisht ashone njerë të bën qeverin me nismën dhe në mars dhe atëherë bëhet ai rotacionin që ishe përmena në fillim tash ndodh nëse zoti Kurti nuk mundet me bëhet deri të dielën ora 24 dhe ligjerisht i japet mundësi partisë dytë e fitues t'ia argumentoj presidentës 61 mandate që i ka, që është tepër shumë e vështirë. PDK-ja është 40, partia fituese.
do të sigurojë 61 mandate dhe të dërgoj te presidentja, sipas kushtetutës dhe rregullores të komendet, do të sigurojë 61 mandate. Nëse i bën 61 mandate, atëherë i japës partisë të dytë të mandatoj, po është shumë se janë kërkesat e mëdha. Shumë nga LDK-ja, shumë nga AK-ja, dhe shumë nga vetë PDK-ja. PDK-ja ka kandidatin zotin Bedri Hamza, LDK-ja Selshën Poshtën e aty, Haradine e dënë të parën shtetit që vesh një karrikë është ju dy. Kështu që është e pamundse dhe brenda 450 do të presidentat të mbajë zgjedhjet sipas afatit kushtetues dhe ligjor. Teksa po afrohet afati për formim të qeverisë, gjykata kushtetuese ende nuk ka vendosur nëse do të lejoj rrjedhjen e këtij afati apo do ta pezulloj përmes masës të përkohshme, ashtu siç ka kërkuar lista serbe. Profesori së drejtës kushtetuese Mazdon Baraliu thotë se gjykata kushtetuese do duhej të refuzonte kërkesën e listës serbe apo të vendos masë të përkohshme, pasi në të kundërtën sipas tij do të krijoheshin probleme të mëdha. Gjykata do duhej të refuzonte kërkesën, pra ta shpatët pa pranueshme kërkesën e listës serbe për arsye se janë konzumuar të gjitha modalitetet dhe instrumentet e mundshme edhe kushtetuese për zgjedhjen e këtyre kandidatëve për nënkryetar, që janë nënkryetar tani, komuniteteve pakisë. Pra do duhej të refuzonte. Gjykata nëse vendos masë të përkohshme, atëherë para që sa vendos masën e përkohshme gjykata, para që kohë ajo duhet thot në atë masë, përndryshe nuk është masë, duhet thot që pezullohen të gjitha veprimet e kuvendit dhe pezullohen të gjitha veprimet e mandatimit nga ana presidentes për kryeministër të arshëm të qeverisë. Është punë e gjykatës kushtetuese që ta llogarisë këtë. A do të kalkuloj, kushtimisht them në këtë mënyrë që ta shtyj, të lejoj që të rrjedhin afatet, atëherë është e pakthyeshme, nëse bëhet qeveria skama, gjykata kushtetuese, ai mund ta shpallë edhe atë të pa konstituuar në baza kushtetuese, po ajo është shumë thellë mandej. Edhe është depërtim në kompetenca, pra interferim në një shtyllë që quhet shtyllë e pavarur e legislativit, duke prekur edhe ekzekutivin, pra dy shtylla atë njëjtën kohë me një goditje dy të vrame, dhe dyta mund të shkohet thellë në krizë. Edhe mund të vazhdoj kriza në pakufi dhe kjo nuk do duhet ndodhë. Prandaj më e mira do të ishte dhe më e drejta mendoj unë, për arsye se edhe vendimet e mëhershme të gjykatës kushtetuese janë të tilla, parafërsisht me elemente që ta shpallë kërkesën të papranueshme. Nëse jo, me që ajo po hesh tash, mund të ndodhë që të caktojnë një masë përkohshme dhe do të mendoj mirë që duhet të jetë shumë e shkurt, në mënyrë që të mos pengojmë atutje zvarritjen e formimit të institucioneve. Grupi për studime juridike dhe politike prezentoi botimin e 9 të indeksit të performancës së institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë, ku ka evidentuar disa nga sfidat më të mëdha me të cilat po përballet sistemi prokurorial dhe ai gjyqësor në vend. Ndërto, si më kritikut u përmendën ndikimi politik në drejtësi, mungesa e politikave ndërshkimore, zvarritja e procedurave gjyqësore, niveli i ulët i konfiskimit të pasurisë së fituar kundërligjshëm dhe mungesa e buxhetit adekuat për institucionet e drejtësisë. Nga përgjigjet e dhëna nga kjo anketë rezulton se 76% e qytetarëve vlerësojnë se personat me ndikim politik kanë më pak gjasa të ndëshkohen nga ligji. Drejtoresha ekzekutive e GLPS-s Njom Zarifi tha se institucionet e drejtësisë vazhdojnë të jenë në lupën kritike të shoqërisë civile dhe të vlerësimeve vendore e ndërkombëtare. Institucionet e drejtësisë vazhdojnë ende të jenë në lupën kritike, si të shoqërisë civile, po ashtu edhe të vlerësimeve të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Më së shumti përmendën mungesa e politika ulët ndërshkimore, amnistimi personave të profilit të lartë dhe ndikimi politik, zvarritja e procedimit të rasteve, aktakuzat jo të plota dhe niveli ulët i konfiskimit të pasurisë së fituar kundërligjshëm.
Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi theksoi se sistemi prokurorial po bën përpjekje për të rritur transparencën dhe efikasitetin, megjithse përshtypja publike mbetet sfidë. Për mua shpeshherë befasi perceptimi qytetarëve, sepse nëse shikoni përqindjen e njerëzve të cilët janë pyetur për pavarësinë, ju e shihni që dikon 71% të respondentëve janë persona që s'kan pas kurrë në një lëndë në prokurori. Janë vetëm 6% të tyre që kanë pas ndonjëherë në një rast. Dhe unë e vlerësoj shumë mendimin e qytetarëve dhe perceptimin e tyre. Por vetë kjo përqindje dhe pjesëmarrja e tyre në procedurat tona ose në rastet tona penale tregon se sa janë ata drejt për drejt të njoftuar për aktivitetet dhe punën tonë si prokurori. Ndërsa antari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Fahret Velia, tha se mungesa e buxhetit mbetet një nga pengesat kryesore për përmirësimin e funksionimit të sistemit gjyqësor. Përkundër faktit që gjatë viteve të fundit besoj që pajtohemi, sipas shumica prej tyre pajtohemi që sistemi gjyqësor ka arritur një progres të mirë sa i përket edhe efikasitetit, edhe çështjeve të tjera, kjo nuk u kalu tek publiku. Do thonë që tash një pjesë e barës na bën edhe neve sistemi gjyqësor. Në anën tjetër, zëvendës ministri në detyrë i drejtësisë Vigan Çorolli theksoi nevojën që drejtësia të jetë më dukshme dhe më ndjeshme për qytetarët. Dhe pikrisht ne kemi bërë një gjë kolosale si Ministria e Drejtësisë këtë drejtim. Kemi hartu një draft ligj, që është ende draft ligj, që dhe kemi përfunduar atë, që është projekt ligji për realizimin e së drejtës për gjykim të kohë të arsyeshme, një ligj që e kthen kohën në mjet drejtësie e jo në pengesë të saj. Ky ligj që tashmë pret miratimin e kuvendit të ri do të mundsojë qytetarëve të kërkojnë kompenzim kur drejtësia vonohet pa arsye. Sipas GLPS, sfidat strukturore, mungesa e burimeve financiare, ndikimi politik dhe mungesa e politikave të qëndrueshme vazhdojnë të pengojnë përparimin e sundimit të ligjit në Kosovë, ndërsa besimi i qytetarëve në drejtësi mbetet në nivele të ulta. Përfaqësues biznesesh dhe njohës të sferës ekonomike vlerësojnë se me ritmin që po ecë Kosova në ekonomi do t'i duhen edhe 50 vjet për të arritur fuqinë ekonomike të BE-s. Sipas tyre, rritja ekonomike që po prezantohet nga udhëheqësit institucional mbetet në letër, meç në Kosovë ka rënje si të investimeve publike, po ashtu edhe të remitencave, ku faktorët bazë për rritjen ekonomike të vendit janë këto. Derisa të gjitha vendet e rajonit, madje disa sosh edhe nga Evropa që nga shpallja e pandemisë Covid, po përballen me vështirësi as pak të lehta, Kosova në aspektin deklarativ të udhëheqësve institucional dhe politik është duke lulëzuar. Me këtë pretendim u shfaq ditë më parë edhe ministrja e jashtme në detyrë Donika Gorvalla, gjatë raportimit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ajo madje citoi edhe Bankën Botërore, e cila, siç tha, e ka ranguar Kosovën si top lidere në rritje ekonomike. Por realisht, Kosova tash e sa muaj ndodhet në një ngërç politik, mbase edhe ekonomik, edhe për shkak të rënjes së investimeve kapitale. Ilir Ibrahimi nga klubi i bizneseve nxjerr në pas statistikat e përfolura nga udhëheqësit institucional, të cilat i quhen fiktive. Ibrahimi thekson faktin se përveç mungesës së investimeve kapitale, kanë rënë edhe remitencat e diasporës, një ndër faktorët kryesor të zhvillimit ekonomik në vend. Pra nëse këto dy shtylla kryesore kanë qenë ato të cilët i merr Banka Botërore për të shënuar, pra për të treguar se çfarë rritje ekonomike do të ketë Kosova, atëherë këto dyja tregojnë rënje. Pra si mund ta presim këtë rritje ekonomike kur në këto dy faktorë ki rënje të dukshme. Me ritmin që po ecë Kosova do t'i nevojitën së paku 50 vjet që të arrijë fuqinë ekonomike të vendeve të Bashkimit Evropian, vlerëson ish ministri i tregtisë Ismet Mulaj, sipas të cilit në Kosovë biznesi vetëm i konsoliduar është tregtia. Vendet tjera janë vende të konsoliduara, kanë një biznes qindra vjeçar dhe Kosova nuk ka ekonomi konkurruese.
Prandaj rreth 90% e ekonomisë së Kosovës vjen nga tregtia, pra nga importi, edhe 10% pak diçka më pak se 10% është domethënë eksporti. Përveç fuqisë prodhuese të pakonsoliduar, Kosova ndër vite vuan edhe për mungesën e investitorëve të huaj potencial. Në këtë kuptim, deri në vitin 2021, arsyetimi për mungesën e investimeve të huaja ju faturua mungesës së stabilitetit politik, me që vendi shkonte shpesh në zgjedhje. Ndërkohë, pas vitit 2021, Kosova pati një stabilitet politik, por sërish munguan investitorët e huaj. Situatë të cilën ish ministri i tregtisë Ismet Mulaj e arsyeton me politikë bërje të gabuar. Bindja e politikanëve dhe vendosis ka qenë që çdo gjë që është punu 20 vjet pas luftës nuk është punu mirë. Prandaj duhet të ndryshim, duhen reforma të thella. Dhe në pamundësitë të njohjes së realitetit, ata nuk arritën të realizojnë të gjitha ato reforma të cilat i kishin menduar. Prandaj edhe ndryshimet e mëdha pa konsenzus me opozitën sjellin turbulenca politike dhe ekonomike. Ilir Ibrahimi nga klubi i bizneseve thot se mos krijimi i institucioneve tash sa muaj pas zgjedhjeve e ka bërë Kosovën një ambient jo miqësor për bizneset, qoftë huaja apo vendore. Pra, këto mesazhet të cilat kemi dërguar ne, pra kjo papërgjegjësi totale politike e ka dëmtuar shumë ekonominë. Tani po shohim edhe te sektori bankar që ka një lloj dridhje. Dhe të gjitha këto janë faktorë të cilët do ta bëjnë këtë vit jo shumë të suksesshëm, përkundrazi, mirë po efektet do shihen edhe më tepër në vitin e ardhshëm. Si rrjedhoje zhvillimeve të potencuara në kod kronik, Banka Botërore ka parashikuar rënje të rritjes ekonomike për Kosovën në vitin 2025, por edhe për vitin e ardhshëm. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.